إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë me të katrin prej atyre shtatëve të cilët do të strehohen në hijen e arshit të Allahu xhalla xhelaluhu në ditën ku nuk ka hije përpas hijes së tij. Dhe i katri i tyre, kategoria e katër, është të cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Dy persona, dy burra të cilët duhen për hir të Allahut xhalla xhelaluhu, bashkohen për hir të tij dhe kur ndahen për hir të tij. Kuptimin na sqaron Imam Nawawiu rahimahullah të këtij hadithi dhe të kësaj fjale vëllezër shumë më mirë kur tha se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dëshiron që të na jep një kuptim dhe të na tregon me këtë hadith se janë dy njerëz të cilët ato nuk u bashkuan vetëm se për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Ato nuk e dashtën njëri tjetrin vetëm se për hir të Allahut xhalla xhelaluhu dhe se ai shkaku i cili i bëri që ato të duhen mes veti dhe të bashkohen mes veti ishte dëshira e Allahut xhalla xhelaluhu vetëm për hir të Allahut xhalla xhelaluhu dhe ato qëndruan e nuk u ndan vetëm se për hir të tij në dashurinë e Allahut xhalla xhelaluhu. Njashtu na shton më shumë sqarim dhe më hullësi për këtë gradë të lartë dhe të madhe Imam Ibn Rajepi rahimahullah, kur tha se me të vërtet është epshi i njeriut dhe pasioni i tij i cili ka dëshirë që ai të shoqërohet me atë i cili i sjell dobi atij. Vetë nefsi i njeriut, vetë epshi dhe dëshira është që ai dëshiron ndonjëherë të shoqërohet aty ku nuk është për hir të Allahut xhalla xhelaluhu, të shoqërohet dhe të dashurohet dhe ta don ato i cili i sjell atij interese, të cilët janë interese personale të dunjas së tij, të jetës së përditshme të tij. Dhe me këto tha e kuptojmë se me të vërtetë se ato dy burra të cilët do të duhen për hir të Allahut xhalla xhelaluhu, ata japin mundin dhe përpjekjen e tyre mas pari duke e luftuar egon e tij, duke e luftuar pasionin e tij dhe dëshirat e tij të cilët e shtyn për të u dashur për interesa personale të jetës së tij. Dhe ato e luftojnë me të madhe derisa arrin që ta duan ndokand vetëm se për hir të Allahut xhalla xhelaluhu.
arrin që të duhen me zveti vetëm se për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, për shkak të Allahut xhelle xhelaluhu, dhe se din se ato nëse duhen vetëm kur të jetë Allahu xhelle xhelaluhu në pajtim, dhe aty ku Allahu xhelle xhelaluhu është i pajtuar. Ato nuk e arrin dashurinë e tyre me zveti vetëm se një dashamir mundohet që ta edukon shokun e vet, të dashurin e vet, atë që e dën që e ka vëlla të tij, që ai ta udhëzon rrugën e krijuesit të tij, dhe aty ku është i kënaqur krijuesi i tij. Nuk është dashamir i yti ai i cili nuk ta nxjet dorën e të udhëzon rrugën e krijuesit të tij. Ai i cili nuk të këshillon për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, aty ku të sheh në gabim, atëherë ku të sheh në mëkat, kur të sheh në të këqija, nëse nuk të këshillon, apo dhe në jetën e përditshme të dunjas, nëse nuk të këshillon, ruaju vëlla im se do të bish në rrezik, apo në shkatrim, apo në humbje, sërt vëlla ai i cili ta don të mirën dhe të don për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Për arsye se nuk arrin dashuria që të duhesh për hir të Allahut xhelle xhelaluhu derisa të futesh në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu kuptimor në jetën e kësaj bote, para se të arrish e të futesh në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu, e cila është kuptimi në ajo e cila preket me shqisa. Në ditën që Allahu xhelle xhelaluhu do të inderon këto di burra të cilët u dashtën për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, këto janë ata të cilët jetuan në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu kuptimor në dunjë. Nuk u dashtën vetëm se për hir të tij, dhe ato nuk u vizitonin vetëm se për hir të tij, e nuk u ulnin dhe nuk u shoqëronin vetëm se për hir të tij. Për ato vëllezër, aq shumë e fuqishme dashuria për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, dhe aq gjurmë të madhe të fuqishme kishte dashuria për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, derisa këto e vepronin të shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se ti me dashurinë të cilën e shpreh dhe ke zgjedh një shok tondin ta dush për hir të Allahut, duhesh me dasht ato deri në ditën kur ta takosh Allahun xhelle xhelaluhu, dhe se padyshim se ajo shpërblimin e madh e të cërehon në hijen të arshit të Allahut xhelle xhelaluhu. E kit e kuptuan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoj se çka na transmeton Imam Ahmedi, Imam Maliku në muatën e tij dhe Ibn Hibbani nga një tabi'i i ndershëm, Ebu Idris el-Khawlani, i cili tha se një herët u futa hyra në një xhami në Damask, dhe kur pash në xhami aty e pash një djalosh i ri, i cili ishte aq i bukur dhe dhëmbët e tij të bardhë ndritnin nga buzëqeshja e tij. Ato njerëzit e xhamis u tubonin rreth tij dhe u ulnin, merrnin këshilla, edhe kur kishin ndonjë pajtim me zveti, u drejtonin te ai dhe mendimin përfundimtar e mirnin te ai. E pastaj i thaun pyeta se kush është ky njeri me këtë dije këtu në xhami që njerëzit i sillen rreth tij, e pyesin dhe ato i referohen atij në çështjet problematike të tyre. Atëherë tha, më lejmruan dhe më treguan dhe më than se ky është sahabiju i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muadh ibn Jabeli radiallahu anhu. Muadh ibn Jabeli radiallahu anhu, i cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë burr tha, a'lamu bil halal wal haram Muadh ibn Jabal, mas mirë ti që e njeh dhe mas shumë ti që ka dituri për halalin dhe haramin ishte sahabiju i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muadh ibn Jabeli radiallahu anhu. E kur e pash tha këtë formë të tij, të bukur dhe këtë sjellje të madhe të tij në xhami, atëherë dëshira e madhe që takohet me sahabijun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha të nesër men shkova, dola herët të shkoj në xhami, ata pres të vjen në xhami. Tha kur shkova dhe kur dola unë më herët, ai kishte dalë më herët se unë në xhami dhe kishte filluar i falte një 2 rekat namaz, tha nafile në xhami. E prita derisa e përfundoi namazin e tij dhe pastaj tha ju drejtova drejt shkova dhe përshëndeta me selam dhe ju drejtova direkt duke i thonë wallahi inni la uhibbuka fillah. Tha aq shumë prekin zemër dhe me njëherë e dashta këtë njeri dhe i thash pasha Allahun
të dua për hir të Allahut xhel xhelaluhu. Kjo fjalë ka pe shumë të i thuash dikuja se të dua për hir të Allahut xhel xhelaluhu, shokët e pejgamberit me dinin se çfarë rezultati të madh ka nëse është e sinqert kjo fjalë. Për atë Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu vëllezër ju drejtua këtij tabiiut dhe i tha elillah, tha për Allahun xhel xhelaluhu më don, tha për Allahun për hir të Allahut xhel xhelaluhu tha të dua, tha më kapi për cepin e xhaketit tim dhe rrobës time dhe më tërhoqi nga vetja dhe më tha përgëzohu se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thonë për një hadith kudsi të Allahut xhel xhelaluhu që Allahu xhel xhelaluhu ka thonë wajabat mahabbati lil mutahabbin fi. Tha është bërë e detyrshme dashuria ime për ata të cilët duhen për hirtimin. Dhe është bërë e detyrshme, tha Allahu xhel xhelaluhu, dashuria ime për ata të cilët ulen për hirtimin dhe për ata të cilët vizitohen për hirtimin. E paramendohet Ebu Idris el-Khulani e ndëgjon këtë hadith direkt prej sahabijut Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu. Dhe në tekstin, në transmetimin e Imam Ahmedit, erdhë kështu duke thonë se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thonë. Ka thonë Allahu xhelle xhelaluhu: "Al-mutahabbuna fillah ala manabira min nur fi dhilli al-arshi yawma la dhilla illa dhillu." Ata të cilët duhen për hir të Allahut xhelle xhelaluhu në ditën e gjykimit do të jenë në disa mimbere nga drita. Ku do të futen në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu në ditën kur nuk ka hije tjetër përpas hijes së tij. Kur ndëgjon këtë hadith, Ebu Idris el-Khulani radhiyallahu anhu tha dola pastaj me qef nga xhamia, tha direkt e takova sahabiun tjetër, Ubadet ibn Samit radhiyallahu anhu. Kur e takova direkt i tregova, tha e kam dëgjuar një hadith për Muadh ibn Jabalit, ma tha se kështu e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ky sahabiu njashtu i u përgjigj Ubadet ibn Samit radhiyallahu anhu vëllezër duke i thonë po, dhe unë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, duke treguar nga Allahu xhel xhelaluhu se Allahu xhel xhelaluhu ka thonë në hadithi kudsi se wajabat wa haqqat mahabbati lil mutahabbin fi. Është e vërtet dhe realizohet dhe është hak dhe është e drejt dashuria ime për ata të cilët duhen për hir të Allahut xhel xhelaluhu. Është obligative dashuria ime për ata të cilët duhen për hir të Allahut xhel xhelaluhu. Është e detyrshme dashuria ime për ata të cilët do të japin për hir të Allahut xhel xhelaluhu, për ata të cilët do të vizitohen për hir të Allahut xhel xhelaluhu. O vëllezër, kjo është mirësia e madhe me të cilën na ep të kuptojmë se me të vërtet ai i cili është i sinqert në dashurinë e tij ndaj vllaut të tij e ka arritur dashurinë e krijuesit të tij, të cilët Allahu xhel xhelaluhu ja bëri obligim vetes së tij që dashuria e tij ta don atë të cilën e don vllavin e vet, dhe ata të cilët duhen në mes veti vetëm për hir të tij, e ata të cilët vizitohen për hir të tij, dhe ata të cilët ulen dhe shoqërohen vetëm për hir të tij. E ai i cili dëshiron të arrijë këtë gradë dhe këtë vlerë, le ta zgjedh shokun e tij, ati i cili e njeh krijuesin e tij, ai i cili e ndihmon për të rruga e krijuesit të tij dhe ta dashuron ato për hir të tij. Le të don vetëm për hir të Allahut, le ta don ato vetëm për Allahun, të viziton shokun e tij vetëm për Allahun, e të ulet e të shoqërohet vetëm për Allahun derisa ta takon Allahun. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-aliyyil a'la wa salatu wa salamu ala an-nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, padyshim se për të u kompletuar dashuria për hir të Allahut xhelle xhelaluhu duhet që të jetë në tre gjëra. Të jetë në gjuhë duke shprehur ato qartë, e të jetë në gjymtyr duke e ruajtur ato dhe duke u vizituar dhe duke qenë të kujdesshëm për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, dhe në zemër e të jetë e sinqert në zemër vetëm për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. E atëherë kur ti ke arritur
këtë dashuri që ta kesh për dikan për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, edhe nuk e don vetëm se për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, atëherë informoje atë vllavin tanë se ti e don për Allahun xhelle xhelaluhu. Është nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që atë që e don për hir të Allahut ta informosh dhe ti thuash o vllavi im të dua për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Për arsye se transmeton Ebu Daudi dhe Tirmidhiu nga Miqdam ibn Ma'di Karib, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur dhe ka treguar dhe ka thonë: kur ndonjëri prej jush ta don një vllavin e tij, le ta informon atë, le ta lajmëron atë se ai e don për hir të tij. Ai i cili e don një vllavin e tij, le ta informon që e don për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Nëse je nga ata të cilët je sinqert në zemër që e don për hir të Allahut, edhe ti nuk e këshillon vetëm se për hir të Allahut, nuk e dashuron, nuk ulesh, nuk shoqërohesh vetëm se për hir të Allahut, atëherë lajmëroje se unë të dua për hir të Allahut, edhe mundohu që ta ruesh atë dashuri ndaj vllavit tënd deri sa ta takosh Allahun xhelle xhelaluhu. Për arsye se kështu vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër. Ai kur i takonte shokët e tij i tregonte dhe lajmëronte se e don për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Ja Muadh ibn Jabelin, me të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç na transmeton Abu Daudin sunenin e tij, që Muadh ibn Jabeli radiallahu anhu tha se një herët kur u shoqërua me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i u drejtua Muadh ibn Jabelit radiallahu anhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i thonë: o Muadh, wallahi inni la uhibbuk. O Muadh, pasha Allahun të dua për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Dy herë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasha Allahun të dua për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Kjo vlerë e madhe, ti sahabiju të cilët e cekëm dhe më herët, Muadh ibn Jabelin ta don pejgamberi Allahut për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Me një transmetim tjetër tha: qofshin kurban baba im dhe nëna ime për ty, o i dërguari i Allahut, dhe unë të dua ty për hir të Allahut xhelle xhelaluhu shumë. E atëherë ja dha një këshill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabelit duke i thonë: po ta jep një këshill ruja këta që të ta ruan këtë dashuri për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Tha: mos e lën asnjëherë në përfundim të namazit që ta bësh këtë lutje duke thonë kështu: Allahumma a'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadatik. Kur dem para se të japësh selam apo mbas ta thuash këtë dua, këtë lutje, mos e lën asnjëherë pa e thonë, të thuash: o Zot, më ndihmo që të përkujtoj ty shumë. O Zot, më ndihmo që të falenderoj ty dhe të adhuroj në mënyrën, formën më të mirë të adhurimit që e meriton. Për arsye se kjo është dashuria për hir të Allahut. E dashti për Allah, e këshilloi për Allah, ja dha një mësim për hir të Allahut. Ai që nuk të don o vëllezër, ai do të pret që ti të bish ndonjë gabim e pastaj të ta zbulon, të ta nxjerr turpin në fshatin tënë, në vendin tënë apo në shoqërinë tënde, si ai dëshiron që të ulë dhe të poshtron. Nuk është ai dashamir që ta don të mirën për hir të Allahut e që të don për hir të Allahut, po do të shikon gjithherë të ulë dhe të poshtron. Kurse ai që në zemër është i sinqert dhe të shpreh dashuri për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, shoqërohet me ty vetëm se për hir të Allahut, ai është i cili gjithherë dhe me sinqeritetin e madh të tij kur shoqërohet, të udhëzon dhe ai të këshillon dhe ai mundohet që të ndihmon, e përsëri dashurinë për hir të Allahut e ruan dhe ai të lajmëron dhe të informon se këto e bën për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. E si duhet që t'ja kthish nëse dikush të lajmëron dhe të thotë se unë të dua për hir të Allahut, cila është e preferuara, cila është sunneti, çka t'ja kthejmë na si musliman, ai i cili të thotë se të dua për hir të Allahut. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi vëllezër në një rast me të cilën e transmeton Imam Ahmedi, e transmeton një ashtu Ebu Davudi, Ibn Hibani dhe të tjerët, me të cilën tha nga Anas ibn Malik radiallahu anhu, tha: isha një herët i ulët me një mexhlis te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një tubim dhe erdhi një njeri kur kaloi, tha dikush që ishte prezent, kur e pa atë njeriu, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Allahut, vallahi e duhet filanin, e du për hir të Allahut shumë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: a e ke lajmëruar, a e ke informuar ata që ti e don ato për hir të Allahut? Tha: jo, nuk e kam bërë. Tha: çu dhe informoje.
që ti e don për hir të Allahut, ato nëse je i sinqert, t'ia thuash në sy se ti e don ato për hir të Allahut. Tha kur e lajmëroi, kur i tha se e don për hir të Allahut, tha ju përgjigj duke i thonë ahabbaka alladhi ahbabtani fi apo ahbabtani la. Të dasht ai për të cilën je duke më dasht. Kjo është suneti me të cilën ja kthen një vllavit tan që të dua për hir të Allahut, të i thuash të dasht Allahu për të cilën je duke më dasht. Të dasht ai për të cilën je duke më dasht. E kjo është ndërsjellja me të cilën na e bëjmë mes veti në dashuri për hir të Allahut xhel xhelalu. Kushdo i cili dëshiron që të arrish problem, edhe të ketë kënaqësi, edhe të ketë harmoni në mes vetit dhe mes vëllezërve të tij, le të mundohet që ai ta bën ato për hir të krijuesit të tij. Lutim Allahu xhel xhelaluhu, që Allahu xhel xhelaluhu të na lehtëson dhe të na bën të lehtë adhurimin e tij, dhe të na e mundëson që ta përkujtojmë atë dhe ta falenderojmë e ta adhurojmë në formën më të mirë të tij. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa aqimus salat.